Doktore Nardi, jemi në fund të muajit tetor, dita e fundit e muajit tetor, që përkon edhe me përfundimin e muajit sensibilizimit kundër kancerit të gjirit. Çfarë ka ndodhur këtë muaj në Intermedica, për të folur më tej patjetër edhe për pjesën tjetër të vitit, po në këtë muaj sensibilizimi për gratë, çfarë ka ndodhur? Si kanë qenë? Këtë muaj Intermedica ka punuar në 4 pika të ndryshme të shpërndarë në të gjithë qytetin e Tiranës, me ekografi dhe markusin tumoral CA-15-3, që është një paket historike tashmë për Intermedica që aplikojmë në gjatë muajit tetor për depistimin e kancerit të gjirit. Si duhet kuptuar në gjuhë të thjeshtë kjo? Pra, çfarë bëhet konkretisht? Atëherë bëhet ekografia e gjirit, bëhet një markus tumoral që është një analizë gjaku, që është një markus tumoral që na tregon riskun, si thuaç, për të pasur kancer të gjirit ose patologji të tjera të gjirit. Njërisi tjetër që ka pasur Intermedica këtë vit është edhe instalimi i mamografisë, është një nga aparaturat më moderne, më të fundit mamografisë, e cila përveç mamografisë standarde realizon dhe mamografinë me tomosintezë, që është një aplikacion që bën imazhe ose prerje mjaft të holla të gjirit, duke na ndihmuar kështu në diagnozën më të saktë në fazat të hershme të patologjive të gjirit. Gjithashtu, ky aparati mundson edhe ekzaminimin e mamografisë me kontrast intravenos, që edhe kjo është një risi në vendin tonë, ku pacientës injektohet një lëndë kontrasti intravenoze dhe pastaj i përftohen imazhet mamografike, duke na dhënë informacion akoma më të detajuar për lezionet e gjirit. Pra, ka metoda moderne, por nga ana tjetër sa të sensibilizuara janë gratë për të ardhur dhe për t'i bërë të shërbime, jo vetëm në muajin e sensibilizimit, por edhe për gjatë gjithë vitit. Po shikojmë që vit pas viti është rritur ndjeshëm sensibilizimi i femrave për depistimin dhe për kancerin e gjirit. Ne tashmë është bërë traditë në Intermedica për vitesh tashmë që bëjmë ekzaminime kryesisht në muajin tetor me paketa të dedikuara për depistimin e kancerit të gjirit dhe shikojmë që vit pas viti fluksi është rritur goxha, që do të thotë që dhe sensibilizimi tek femrat ka qenë akoma më i lartë. Këtë vit, siç u thash, ne punojmë paralelisht në 4 qendra diagnostike me ekografi dhe fluksi ka qenë aq i lartë sa nuk e kemi përballuar dot dhe kemi detyruar që një pjesë të femrave të shtyjmë edhe për muajin nëntor për të vazhduar ekzaminimin edhe gjatë muajit nëntor. Cila është grup mosha që vjen më shumë? Pra, sa vjeç fillojnë vajzat apo gratë të kujdesen për kancerin për gjirin, pra për kancerin? Fillimisht në vitet më përpara ka qenë grup mosha mbi 45-50 që ishin shumë më të sensibilizuara për këtë patologji. Duke qenë se te literatura njeh që piku i shfaqjes së kancerit të gjirit është mosha 62-63 vjeç dhe kjo sipas shoqatës amerikane të kancerit. Atëherë gjithë femrat mbi 50 vjeç përgjithsisht ishin më të sensibilizuar. Por shikojmë që vit pas viti mosha e femrave që paraqiten pranë qendrave tona për ekzaminime është shumë e ulët dhe tani po them që femrat mbi 25 vjeç po bëjnë një, si thuaç, numër më të madh të femrave që vinë në ambientet tona për të depistuar. A ka raste që kjo grup mosh ka rezultuar pozitive? Fatkeqësisht kemi pas raste dhe mosha 27-28 vjeçare që i kemi diagnostikuar. Fatmirësisht janë diagnostikuar në kohë dhe terapia dhe trajtimi ka qenë në kohë, që sot shumica e tyre gëzojnë shëndet të plotë, si thuaç. Ju jeni në kontakt të përditshëm patjetër me pacientët. Kam një kuriozitet, cila shtresë sociale vjen më shumë? Për të kuptuar këtu edhe a është sensibilizuar masa? Atë po shikojmë se thash çdo vit pas viti që kemi një rritje të ndjeshme të numrit të pacientëve, por kryesisht femrat me status të lartë social janë akoma më të ndërgjegjësuara për këtë patologji. Ndërsa femrat që vinë nga zonat rurale, si thuaç, janë më pak të sensibilizuara dhe janë më pak të gatshme për të bërë kontrole rutinë të gjirit në këtë rast. A është kjo edhe një pjesë e kulturës mashkullore që ndoshta pra për të përfshirë atë pjesën e turpit që nuk mund shkosh tek mjeku për të zhveshur pjesë e fanatizmit, le të themi? E ke vënë re, për shembull mund vijë një paciente e shoqëruar nga bashkëshorti dhe bashkëshorti duhet jetë aty për ta shoqëruar, sepse edhe kjo ndikon në mundësinë e këtyre personave për të ardhur dhe për të bërë. Në përgjithësi nuk kemi pasur, thuaç, raste të tilla, me sa duket edhe bashkëshortët janë të sensibilizuar që kjo është një patologji mjaft e rëndësishme që cënon shëndetin e femrës, shëndetin e nënës, shëndetin e bashkëshortes, që normalisht asnjë nuk do që
që të ndodhë dhe të gjithë duan që të diagnostikohet në kohë për të mirën e të gjithë familjes, si do të thuash. Si reagon një grua kur kupton që është me kancer gjiri? Normalisht kemi shumë të vështirë të themi këtë lajm femrave, sepse thash shumica vinë pas një lloj shenje, pas një lloj simptome, thjesht për një kontroll rutin, pasi mund të kenë dëgjuar në media, mund të kenë dëgjuar në rrjetet sociale, mund të kenë dëgjuar nga shoqëria që duhen bërë kontrolle rutin, dhe kur ajo është pa përgatitur fare sepse nuk pret që të ketë diçka problematike, ke pas raste që s'ka as histori familjare, por ne zbulojmë një masë të dyshimt që jemi të detyruar që të bëjmë thellime të mëtejshme diagnostike dhe normalisht kur e konfirmojmë që është patologji maligne ose kancer i gjirit, aspekti emocional i femrave është mjaft i rënduar, por përpiqemi gjithmonë në anën psikologjike që t'u lehtësojmë, t'u themi që është kapur në fazë të hershme, sepse realisht është fazë e hershme në moment që kapet pa shenja klinike, përgjithësi është fazë e hershme e diagnostikimit, dhe si e tillë edhe terapia është e plotë, si thuaç, dhe mundësia e rikuperimit në 100% pas terapisë është mjaft e madhe. Kjo është dhoma e ekografisë. Kjo është dhoma e ekografisë. Aparati që kemi është ndër aparatet më moderne të ekografisë, është General Electric Logic E10, që përveç ekografisë standarde, me këtë lloj aparati ne realizojmë edhe ekografinë me elastografi. Elastografia është një modalitet që na ndihmon na jep një informacion akoma më tepër për lezionet e dyshimta të gjirit, që lidhet me stiffnessin ose ngurtësinë e lezionit. Pra sa më i ngurtë jetë lezioni, aspekti ose mundësia për të qenë lezion malign ose lezion i keq është shumë e lartë. Pra na jep një informacion akoma më shumë se ekografia standarde duke aplikuar modalitetin e elastografisë. Pra jo vetëm çmimet, por edhe gjithë teknologjia që Intermedica ofron bëjnë që edhe numri i pacientëve të jetë patjetër më i lartë dhe ti besojnë. Çfarë bën të veçantë qoftë nga ajo që ofrohet në spitalet shtetërore apo qoftë nga ajo që ofrohet në qendrat e tjera të diagnostikimit? Ajo që e bën të veçantë në krahasim me spitalet shtetërore është se pacientët mund të rezervojnë një orar për një periudhë të shkurtër kohore dhe mund të marrin shërbimin me aparatura me cilësi maksimale. Jo që mungon cilësia në spitalet shtetërore, por kozgjatja, pritja është mjaft e lartë dhe planifikimi është mjaft i lartë, pra pacientët duhet të lënë një orar stop për pas 2-3 muajsh, që është konfunduese për pacientët dhe janë të detyruar që të vinë për të marrë një shërbim më të shpejtë. A ka raste që stepen pacientët nga çmimet? Ka rast, nuk është se s'ka, por që ne her pas here bëjmë oferta të dedikuara, aplikojmë oferta të dedikuara me çmime mjaft të përballueshme për pacientët. Pastaj kemi edhe shumë kompani sigurimi që mbulojnë pacientët e tyre me anë të paketave që ne ofrojmë për ta. Sa i shpesh duhet jetë kontrolli i gjirit për gratë për të kuptuar nëse ka apo nuk ka? Pra sa kohë do të shfaqet? Nëse unë e bëj për shembull një herë në 6 muaj dhe nuk kam asgjë, duhet ta bëj 2 herë në vit për të parë. Pra sa është kjo koherenca që nëse nuk e ke dhe pastaj rezulton ta kesh? Sipas rekomandimeve, ne rekomandojmë që një ekogjiri në femra që rezulton normal ekzaminimi duhet bërë një herë në vit deri në moshën 45 vjeç. Pas moshës 45 vjeç vazhdohet ekografia një herë në vit, por duhet filluar dhe mamografia që bëhet një herë në 2 vjet. Gjithmonë nëse ekzaminimi rezulton normal, ndiqet një kontroll periodik. Nëse në ekzaminim shikojmë lezione të dyshimta, pastaj normalisht rekomandimet janë të dedikuara për pacientë të veçantë. Qartë. Doktor, nëse ke diçka për të shtuar, ndoshta një mesazh për të gjitha gratë të cilat nuk e kanë bërë apo nuk e kanë në mundësinë e tyre kontrollin periodik të gjirit? Atëherë, ajo që do të thoya gjithë femrave grave është që të dedikojnë 1-2 orë në vit vetes tyre për të bërë ekzaminime të gjirit kryesisht, duke na ndihmuar kështu, duke ndihmuar vetë gratë që nëse diagnostikohet në kohë do trajtohet plotësisht kanceri i gjirit dhe nuk mund të jetë problem social, si të thuash. Kështu që vetëm 2 orë kohë në vit i duhet një femër që t'ia dedikojë vetes tyre që të bëjë kontrollet detajuara për gjirin. Të falenderoj. Faleminderit juve.